sot konsiderohet nga shumë shkencëtar të fushës, anti-aging, që stërvitja është anti-aging numër 1 në mënyrë absolute. Nuk ka asnjë dieta tjera nuk konkurrojnë. Aktivitetin fizik, stërvitjen për rezistencë nuk e konkuron asnjë lloj preparati farmakologjik, asnjë lloj hakerimi tjetër, çfarë do llojin aty. Stërvitjen për rezistencë. Stërvitja për rezistencë me pesha. Stërvitja me pesha është më e mira? Është më e mira absolut. Edhe se ecja, Po, sigurisht. Për çdo moshë. Sepse ecja nuk zhvillon masë muskulare në atë lloj pike që ne kërkojmë. E vërtetë është. Më kupton. Për çdo moshë, gjithmonë. Për çdo moshë gjithmonë. Absolutisht. Edhe nëse është 75 vjeç. Po, nuk ka rëndësi mosha fare. Nuk është se grup mosha caktuara kërkojnë për themi lloj stërvitje. Absolutisht jo. Stërvitje sigurisht do ja përshtatësh moshën. Po them që 400 kg squat 75 vjeçari, po them do punoj për kapacitetin që ka, po prap një lloj squat, deadlift. Thjesht me edhe interesante.